Në emër të LDK-s, unë mund të them që s'kemi vot për Albulena Haxhiun dhe as për ndonjë kandidat tjetër, tha ajo. Bajrami ka cilësuar propozimin si shefe e grupit parlamentar të LDK-s, tha se partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, mund të imponojë votën për në kuvend. Sipas saj, institucionet konstituohen me marrëveshje politike, mirë po Vetëvendosje po insiston t'i marrë të gjitha pozitat institucionale, pa e pasur shumicën në kuvend. Zgjedhjet e 9 shkurtit e kanë treguar qartë se qytetarët nuk i kanë dhënë askujt shumicën absolute, por të formuar si parti e vetme institucionet e Kosovës. Institucionet konstituohen në marrëveshje politike, por pavarësisht rezultateve të votave, Lëvizja Vetëvendosje insiston që t'i marrë të gjitha pozitat, pa e pasur shumicën, dhe një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. LDK-ja e ka thënë qartë, kur ka refuzuar një bashkëpunim të mundshëm me Lëvizjen Vetëvendosje, por janë edhe parti të tjera, andaj konsideroi se është dështimi i tyre dhe vetëm i tyre nëse këta s'kan lënë hapësira bashkëpunimi me asnjë parti politike, shtoi Bajrami. Në anën tjetër, e pyetur për mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, Bajrami tha se janë të gatshëm për një gjë të tillë, mirë po bara kryesore për një gjë të tillë i takon partisë fituese të zgjedhjeve të 9 shkurtit, Lëvizjes Vetëvendosje. Partitë politike janë gjithmonë të gatshme për zgjedhje, por unë konsideroj që qytetarët e Kosovës kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit për të dërguar vendin prapë në zgjedhje, pa u bërë konstituimi i kuvendit të Kosovës. Nëse shkojnë në zgjedhje, përgjegjësia i takon partisë së parë, e cila është e mandatuar për formimin e institucioneve, deklaroi Bajrami. Ajo ritheksoi se janë duke përgatitur një kallëzim penal ndaj anëtarëve të kabinetit qeveritar, të cilët përkundër që janë betuar si deputet vazhdojnë të ushtrojnë detyrat e tyre në ekzekutiv.